Se prej momentit që e paralajmërove titullin e formuluar me një kujdes të veçantë, më bëre të mendoj te çështja e hajës dhe pijës, pra njeriu ushqehet dhe pi dhe mendoj se kjo është e përbashkëta mes tij dhe botës shtazore. Zotën Allahu i madhruar shpesh i ka përmendur njerëzit që gjasojnë dhe potencohen, spikaten në këtë pikë të përbashkët me botën shtazore. Por ka një moment që ne diferencohemi. Po, këtu desha të arri. Yekuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Ata hanë dhe knaqen, ashtu sikur se bëjnë bagtia. Mirë, po këtu vija ajo pika ndarse që mendoj se njeriu duhet ta ketë parasysh krahas disa tjerave që e dallojnë njeriu gjithsesi dhe janë privilegje dhe ndere të veçanta. Mirë, po një prej tyre është edhe vetë agjerimi që njeriu e bën tek njeriu krahas gjithë asaj që e përmendi hoxha i nderuar, njeriu e bën të përmbajtur. E bën njeriu të aftë që ta kontrollojë veten e vet. Dhe neve nga përvojat e tjerëve, për arsye se nuk kemi bën ndonjëherë jetë fshatari, mirë po e dim se disa bagëti po u futën në një livall ose në një ar, nuk janë gjendje ta dallojnë ushqimin që u bën dëm prej atij që u bën dobi. Jo, vetëm ushqimin, po edhe sinorin, shkojnë edhe ke sinorët e tjetër kujt. Po, pra. Këtu është pra e veçanta edhe përparësia e njeriu. Bëhet shkak dhe për shere midis fshatarëve. Sigurisht, edhe pse nuk e bëjnë me qëllim të keq. Njeriu muslimani sidomos do të thotë kur vendos të agjeroj, e ka një synim madhor, ajo është për shkak se Zoti i madhruar ka kërkuar prej tij një gjë të tillë. Agjerimi nuk është një ditë apo 3 ditë apo 10 ditë, por është një muaj që mund të jetë 29 apo 30 ditë. Megjithatë Zoti i madhruar me mëshirën e tij dhe mirësinë e tij e ka parapase kjo është ajo e cila i nevojitet njeriu. Duhet ta kemi parasysh edhe tjetrën se njeriu e ka të vështirë të jetojë në një rregull të cilin do ta respektojë në vazhdimsi. Njeriu rutina është armiku numër 1 i njeriu. Kjo është dhe thyrje e rutinës. Po pra, Ramazani vije si thyrje e rutinës, pastaj Bajrami vije si ndrim i rutinës së Ramazanit, ndërsa jeta në ibadet, jeta në lidhje, në relacion të mirëfillt me Allahun fuqiplot është gjithsesi më e veçantë në Ramazan, për shkak edhe të rrethanave, hapja e dyerve të xhennetit, mbyllja e dyerve të xhehenemit, prangosja e djajve e kështu me radhë, mirë po, ajo lidhje vazhdon edhe pas Ramazanit, ndoshta me intensitet pak më të lehtë.